Fillimi I shkollës përbën një hap të rëndësishëm në jetën e çdo fëmie, duke shënuar kalimin nga faza e hershme e zhvillimit drejt një realiteti të ri me kërkesa akademike dhe sociale. Gatishmëria e fëmijëve 6 vjeçar për të nisur shkollën vlerësohet përmes disa treguesve që lidhen me zhvillimin e tyre njohës, emocional dhe social. Përgatitja për shkollën nuk lidhet vetëm me moshën e fëmijës, por me zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës. Ka disa tregues, disa komponent ku më kryesorët patjetër që janë zhvillimi konjektiv, aftësia për të ndjekur udhëzimet, aftësia për të përqendruar vëmendjen, si dhe për të ndjekur një detyrë deri në fund. Patjetër që edhe zhvillimi gjuhësor, aftësia për të shprehur nevojat e tyre dhe për të komunikuar qartë. Zhvillimi emocional dhe social ndikon drejt për drejt në mënyrën se si fëmia përballet me ambientin e ri shkollor. Një nxënës I cili ka siguri emocionale, di të shpreh nevojat e tij, di të bashkëpunojë me bashkëmoshatarët dhe të ndjehet më I sigurt. Fillimi I shkollës shoqërohet shpesh me vështirësi të ndryshme që kërkojnë mbështetje të vazhdueshme nga prindrit dhe mësuesit. Kjo është një fazë tepër delikate për fëmijët, të cilët ndahen nga prindërit, ndryshojnë rutinën, ndryshojnë ambientin nga parashkollori në shkollë, dhe roli I prindrit është shumë I rëndësishëm, që të krijojë një rutinë të qëndrueshme para fillimit të shkollës. Mësuesi duhet krijojë një ambient të sigurt, një ambient pranues, të japën më shumë kohë fëmijëve që të përshtaten me ambientet dhe rutinat e reja, si dhe të bashkëveprojnë ngushtë me prindërin dhe psikologun e shkollës. Përgatitja e fëmijëve për shkollën mbetet një proces I përbashkët mes familjes dhe institucioneve arsimore, ku vëmendja ndaj zhvillimit emocional dhe social është po aq e rëndësishme sa dhe aftësitë akademike, duke ndikuar drejt për drejt në një fillim sa më të suksesshëm të rrugtimit shkollor.